Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am. Mirëmbrëma dëgjues të Window Radio, mirë se erdhët në valët e radios tonë. Jam unë Gens Paçuku dhe ju flas nga studio e Window Radio në Londër. Si fillim ju falenderoj që na ndiqni. Jam në intervistën e dytë për sonte, po pse dy intervista? Jetojmë në një botë mizerabël. Jetojmë në një botë interesash, jetojmë në një botë hileqare, në një botë hajdutësh, në një botë tradhtarësh, ku babëzia për para dhe pushtet ka prishur ekuilibrat. Dhe në shërbim të kësaj agjende është shtuar censura ndaj njerëzve të ditur, është ndaluar promovimi i aseteve dhe vlerave njerëzore. Dhe kjo, sepse errësira është mënyra më e mirë për të realizuar agjendën antinjerëzore, antidije dhe antishqiptare. Por ne kemi një mendim ndryshe, një agjendë ndryshe. Ne si radio kemi një mikrofon të hapur për të promovuar vlera, dije, njerëz, humanizëm. Dhe në kuadër të kësaj agjende, unë kam të ftuar dikë që nuk e di si ta kaj, pasi titujt dhe gradat shkencore i ka të shumta. Një që për mua dhe kush e njeh është kenari shqiptare, një që i ka dhënë emër Shqipërisë në botën akademike, studiusin Dr. Taulant Muka. Dr. Taulant Muka, mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranuat ftesën. Mirëmbrëma, Gens, ju falenderoj shumë për ftesën edhe për hapësirën edhe po me shumë kënaqësi këtë bisedë sot. Së pari dua të them se prania juaj sonte është një privilegj për mua dhe për Window Radio, duke parë angazhimet tuaja të shumta, e vlerësoj shumë faktin se ju përgjigjet pozitivisht ftesës për bisedë, edhe një herë ju falenderoj në emrin tim, të stafit dhe të dëgjuesve. Shumë faleminderit Gens, unë pranova me kënaqësi ftesën, jam gjithmonë i disponueshëm në hapësira të lira, sidomos sikurse ju përmendët në fillim të emisionit, në kushtet ku shoqëria shqiptare po kalon vuajtje të jashtëzakonshme dhe ka nevojë që të diskutojmë gjëra që në përditësi shqiptare janë censuruara dhe shpeshherë nuk janë lejuara si tema. E vërtetë, dhe ne kemi një agjendë që ne të promovojmë vlera, edhe unë ju kam vlerësuar si vlerë akademike e shqiptarëve, nuk kemi shumë njerëz të tillë, kështu që unë mendoj që duhet t'ju japim hapësirë, sepse ne kemi nevojë për mend, edhe aty ku ka mend, ne si radio do shkojmë edhe të marrim mend, edhe ta transmetojmë mendjen dhe dijen edhe tek dëgjuesit. Keni një biografi shumë të pasur, dhe për të thënë të gjitha do të marrë shumë kohë, por duke i rënë shkurt për dëgjuesin, megjithëse jeni i njohur, kush është Dr. Taulant Muka? Unë jam mjek epidemiolog, kam mbaruar mjekësinë në Universitetin e Mjekësisë në vitin 2012, më pas kam lëvizur jashtë shtetit, në Holland, ku kam vazhduar studime doktorale, postdoktorale, kam dhënë mësime aty, për të vazhduar me eksperjenca kërkimore në Harvard dhe në Cambridge e Stanford, gjithashtu në Amerikë, dhe kam punuar edhe në Zvicër, profesor i asociuar në Universitetin e Bernës, dhe unë po merrem edhe me inovacion. Pra unë jam kërkues shkencor, studiues, jam fushën e epidemiologjisë, të lidhur me diabetin, shëndetin e gruas, edhe të edukimit në vazhdim. Dhe kjo ka qenë karriera ime në 12-13 vitet e fundit, që kur unë kam dhënë në Shqipëri. Ku jetoni sot, doktor? Unë jetoj në Zvicër, edhe pse fati më sjell që punoj online, edhe përjetoj jam shumë shpesh edhe në Shqipëri. Nuk jam shkëputur asnjë nga Shqipëria dhe pavarësisht jetoj në Zvicër, vi dhe jetoj shumë kohë edhe në Shqipëri. Punoj online në qetë tjera. Po, doktor, nuk e kisha akoma në listën e pyetjeve, po e baj, se duhet ju jap njerëzve të kuptojnë diçka. Sa nevojë ka doktor Taulant Muka për Shqipërinë sot, në kuptimin e ngushtë personal? Kjo është një pyetje shumë interesante. Mua Shqipëria më mbush në shpirt. Është vendi im, yni. Gjendet ngrohtësia familjare, gjendet ngrohtësia e gjuhës, e zakoneve, edhe kjo është ajo që më jep Shqipëria. Sigurisht nga ana profesionale,
nuk kam asnjë interes tjetër. Unë nga ana profesionale, Shqipëria fatkeqësisht nuk më jep, unë vetëm i jap dhe bëj me shumë kënaqësi. Gjithë karrierën time e kam marrë jashtë dhe kjo ka qenë një fat që unë kam. Po gjithsesi, Gent, duhet kuptojmë, ti jeton vetë jashtë, edhe jashtë kur i ke kaluar disa faza, edhe në aktivitetin profesional ngopesh dhe ndjen atë dëshirën për të kontribuar dhe investuar me të, dhe thuash pse ne duhet rrim kaq mbrapa, pse ne nuk mund të bëhemi si bota, dhe kjo është interesi në Shqipëri, është që atë dije që ka marrë, atë formim profesional apo atë vizion që ka marrë jashtë, ta përçoj sa më shumë në Shqipëri, sepse kemi mundësinë, edhe po nuk kam asnjë interes, unë nuk punoj në Shqipëri, do madje shpenzoj paranë që marr jashtë kur vi jetoj në Shqipëri, si shumë emigrantët të tjerë. Unë e bëra këtë pyetje me një qëllim që duhet ju them dëgjuesve të radios se Shqipëria ka njerëz të tillë, pra siç është doktor Taulant Muka, që në fundit nuk merr asnjë gjë nga Shqipëria përveç njësinë familjare dhe ushtrimin e gjuhës shqipe, po nga ana profesionale, nga ana ekonomike nuk ka as interes për të marrë asgjë, as nuk pret të marrë asgjë, vetëm çfarë jep, po ka interesin kombëtar, interesin për vendin e lindjes, për shqiptarët, prandaj ne këtyre njerëzve duhet të jemi mirënjohës, sepse janë njerëz të plotësuar në të gjitha anët, por kjo nuk i ndalon të kenë një interes më të madh se interesin personal atë kombëtar, edhe kjo është diçka që se unë i shikoj angazhimet tuaja të përgjithshme dhe kjo është diçka që ju arrit vlerën dhe unë ju përgëzoj, ju falenderoj edhe ju uroj suksese në vazhdimsi, sepse gjithçka që po bani edhe për mua, edhe për shqiptarët, edhe për këdo në ato troje, se ata shpesh herë thonë, jo, Taulanti ka një angazhim sepse do marri diçka. Jo, Taulanti ka të gjitha në një ndër vendet më të bukura të botës në Zvicër, pra Taulanti është ai që don të japi. Kështu që ne duhet ta vlerësojmë dhe ta falenderojmë doktor Taulantin. Faleminderit doktor. Unë vlerësoj Gent, edhe po është drejta e që thonë, unë fatmirësisht nga puna kërkimore kam arritur shumë lartë gjatë punës edhe mundësive që më janë dhënë. Për shembull, aktualisht në 5 vite e fundit, impakti i punës time kërkimore në fushën time është në 0.22% më të mirët në botë. Por kjo nuk mjafton, edhe është pikërisht ajo që ju thatë, është dëshira për ta parë vendin tim përpara, edhe sepse duke parë vendin ton përpara dhe ne jashtë ndihemi më të barabartë ku do ku shkojmë, madje me kokën lart. Një gjë që për shembull sot na mungon njerëzve më shumë. Kjo për shkak të situatës se ku ndodhet Shqipëria me arsimin, me artin, me kulturën, me korrupsionin që vijnë pasojë shkatrimit të arsimit. Edhe vlera e kësaj rritet, doktor, kur pasioni, dëshira përballet me barriera, se shkon të ndihmosh në Shqipëri edhe gjen barriera. Unë jam bërë modeli asaj. Gjen barriera në vend që të gjesh hapur çdo dyrë, domethënë duhet në vend që të fillojmë direkt nga puna të ndihmojmë, si fillim duhet punojmë për të thyer barrierat që kemi përpara, sepse shumë njerëz kanë frikë, thonë që ky që është i ditur, po erdhi, ne dalim miqisht kë jashta mode. Po jashta mode duhet dalim, ne që jemi të paaft, që t'ju hapim rrugë njerëzve të aftë, nëse ne duhet që të hesim përpara dhe duhet të zhvillohemi. Doktor, pavarësisht asaj që ban, të kam ndjekur dhe je i fokusuar shumë tek arsimi kryesisht, gjithsesi unë lexova në Facebook diçka jo nga ju, po e kishte është një thënie dikuj, nëse doni të shkatërroni një qytetrim, përçmoni mësuesin, poshtëroni mjekun, eliminoni shkencëtarin dhe vlerësoni ignorantin. Ka thënë një Malek Benabi. A është kjo teori që po ndiqet në Shqipëri apo më duket mua? Gent është shumë e vërtet. Pushtuesi, gjën e parë që bën kur do të pushtojë është shkatërimi i arsimit. Edhe kemi provuar në pushtimin Osman. Gjë e parë që shkatroi pushtimi Osman ishte shkatrimi i arsimit, mbyllja e shkollave, nuk lejo hapjen në shkollave të gjuhës shqipe, madje për kujtesë historike, se shumë pak shqiptarë e dinë, në vitet 1350, pra po bëhet fjalë këtu edhe 1350, kur bota nuk ishte universitete, kishte një apo dy universitete të Bolonjës, në Durrës ka qenë një universitet. Pra Shqipëria ka pasur një universitet.
Dhe sot ai universitet e ke në Kroaci dhe në historinë e universitetit thotë që është vendosur nga Shqipëria, pra nga Durrësi, është vendosur në Kroaci. Sepse këtë gjë bën pushtues, shkatron arsimin. Duke shkatruar arsimin, dijen, artin dhe kulturën, ti mund ta shkruash historinë nga e para. Dhe në këtë gjendje jemi në Shqipëri. Po shikosh të gjitha para. Po ne politikanët shqiptar kanë, unë gjithmonë e them, politikanët shqiptar kanë emra shqiptar, por çdo gjë tjetër e bëjnë anti-shqiptare. Pra, ata sillen njësoj dhe ndoshta më keq se pushtuesi, është më e rëndë kur, si thua, pikërisht, është shumë e rëndë. Po të shikosh parametrat e arsimit, jemi të fundit në Europë në botë. Si për arsimin para universitar, për shembull me sistemin PISA që vlerëson kapacitetin e të rinjve në shkolla në gjimnaze dhe 8 vjeçare, ne jemi të fundit në Europë. Nëse shikon universitetet, jemi të fundit në Europë. Nëse shikon largimin e njerëzve të ditur, jemi të parët në Europë. Pra ne po na largohet truri, njerëzit e aftë, njerëzit e përgatitur. Pse? Sepse mbahen dhe paguhen injorantët. Dhe kjo është katastrofa më e madhe e shoqërisë shqiptare. Dhe ju e shikoni vetë në çdo vend ku ne shkojmë, ju në Angli, unë në Zvicër, tjerë në Gjermani, etj, në Amerikë, gjithë zhvillimi i këtyre shteteve vjen nga arsimi. Në shtylla e parë dhe kryesore e këtyre shteteve është arsimi, se nga arsimi prodhohet mësuesi, nga arsimi prodhohet ekonomisti, inovatori, juristi, etj. Dhe pikërisht duke pas një sistem të tërë deformuar, ne kemi shkatruar potencialin tonë si vend. Dhe kjo është betejë që unë kam hapur në Shqipëri dhe që dua ta çojmë përpara, se kjo nuk është një betejë vetëm, është një betejë gjithë ne, që të fillojmë të hedhim themelet e një shteti perëndimor që fillon në zhvillimin e arsimit. Pra, ju keni studiuar jashtë. Edhe shumë shqiptar, bie emigrantësh, studiojnë jashtë, por ka edhe shumë shqiptar nga Shqipëria që shkojnë dhe studiojnë jashtë. Dhe ne kemi parë të dëgjuar që një pjesë e mirë janë ekselent. E ajo që thatë ju, që bota është zhvilluar, është vazhdimisht në kërkim të trunit, edhe nga Shqipëria ka marrë plot mend dhe trun. Nuk e mohojmë dot. Tani, me qenë se ata e kanë bën dikur, është koha që edhe ne të marrim një mësim nga bota, se ne po marrim gjithmonë negativitetin. Dhe cili është mësimi? Mësimi është që ta kthejmë atë tru në Shqipëri, sepse besoj që arsimi i truni është themeli i zhvillimit. Ne si shtet, ju tha që më shumë po largohen, po a ka ndonjë përpjekje shtetërore për të kthyer këta njerëz që janë fatmirësisht i ka formu bota edhe ne i marrim gati të gatshëm thjesht me i përdor. Gent, unë do të kujtoj një shprehje të Adzef Plumbit, që thotë që i duhet ndrun truni këtij kombi. Nuk jam nga Shkodra dhe nuk e them dot me seksin, po përpiqem. I duhet ndrun truni këtij kombi dhe truni ndrohet në shkolla. Dhe ne pikërisht këtë është ajo që ne duhet luftojmë. Edhe është ajo që tha, truri shqiptar është larguar. Ne jemi një nga 10 vendet me largimin më të lartë të trurit në botë, më shumë se sa vendet që janë në luftë, që është normale që të largohen njerëzit e përgatitur. Dhe ne nuk jemi në luftë. Ne nuk jemi në luftë që të na largohet kjo vlerë. Gati 12.000 studentë, gati mbi 30% e maturantëve largohen sot për të studiuar jashtë vendit. Është një numër i frikshëm. Në 1 milion shqiptarë që janë larguar në 10 vitet e fundit sipas statistikave, mbi 25% kanë nga një diplomë me vete. Pra, është një rritje shumë e madhe e kapaciteteve profesionale, akademike dhe intelektuale nga shoqëria shqiptare. Dhe çfarë bën kjo qeveri dhe kjo klasë politike? Kjo vazhdon ti largojë edhe më shumë. Nuk bën asnjë politikë për thithjen e trurit, sikurse bën Italia, Gjermania, Greqia, Anglia e gjitha shtetet e fuqishme. Madje bën të kundërtën. Për shembull, kanë bërë një ligj special për një gjimnaz me demek francez në Korçë, që ja marrin tokën dhe hapësirën në Universitet Korçës, e kuptoni, ndrojnë një gjimnaz me një universitet, dhe drejtori i atij gjimnazi duhet jetë francez dhe pagohet 10.000 euro në muaj, ndërkohë që një drejtor francez nuk pagohet aq në Francë. Dhe nuk bëjnë për shembull politika që të thitin trurin, që njerëzit e përgatitur, pra ne që jemi shkolluar jashtë, ju e thatë bukur, na ka përgatitur bota, shteti shqiptar s'ka harxuar asnjë lek. Kemi shkuar me paran ton, ose na ka paguar taksë paguesi gjerman, italian, zvicerian, holandez etj.
dhe shteti shqiptar nuk bën asgjë për ta thithur dhe kthyer mbrapsht këtë kapacitet. Nuk ka një institucion që të merret me politikat e kthimit trurit, me integrimin e tyre në shoqëri, pasi sigurisht do t'i plotësosh kushtet që ata të kthehen. Sikur se ka bota, ti në momentin që merr një për shembull kur kam shkuar në Danimark, që vaja punova një vit në industrinë farmaceutike aty, shteti danes për shkak të arritjeve të mia akademike më uli me 50% taksat, pagoja 50% pak taksa. Plus më ofroi dhe shumë shërbime shtesë me qëllim që të më nxiste që unë të vija të shkoja në Danimark. Ndërkohë që ne shqiptarët kthehemi me dëshirë, madje ndonjëherë as nuk i duam dhe ato benefite, dhe kur kthehemi më hasim me pengesa. Këtu vetëm njësimi diplomave kërkon jashtëzakonisht shumë kohë, të rinjt ata që kthehen shkojnë në përgjyqje se shteti nuk ja njeh, se i thotë ju duhet vazhdoni të përgatisni valixhet, pra shihen si armiq. Dhe kjo është betejë që ne kemi, që besoj nuk e kemi ngritur ndonjëherë si shtet, përveç se rilindjes kombëtare. Do të kujtoj që dy epoka të ndritshme ka pas Shqipëria në mendimin tim. Është epoka e Skënderbeut, ku njerëz, si thua, në atë kohë sigurisht ushtarak, sa ishte profesionin më i lartë, përgatitur jashtë, erdhën dhe morën vendin dhe drejtuan drejt një epoke të artë. Dhe e dyta ka qenë epoka e rilindjes kombëtare, ku të gjithë intelektualët të arsimuar dhe të edukuar jashtë vendit u bashkuan për të ndërtuar një shtet nga hiçi. Ne nuk e dinim që ishin shqiptar. Ne nuk e njihnim veten si shqiptar, ata ndërtuan dhe na bashkuan dhe na dhanë një kombësi që ishte shteti shqiptar në vitin 1912. Dhe pikërisht kjo është betejë që ne duhet të kemi, ndërtimi i arsimit, rritja e kapaciteteve dhe meritokracisë për të krijuar një shoqëri të barabartë me vendet evropiane. Pra, siç tham, arsimi është themeli i zhvillimit të një vendi. Edhe po themi që niveli i arsimit në Shqipëri është në nivelin më të ulët të mundshëm, shoqërisht që quhet arsim, se ndoshta niveli duhet gjetë një fjalë tjetër se edhe arsim rrezik mos quhet. Tani nuk është arsim ky. Po atë po them, pra, edhe ne po. Ky është çarsim. Edukim. Po. Tani po niveli atyre që duhet ta zhvillojnë arsimin. Si është, sepse ju keni bosh denuncime të forta për falsifikime, plagiatura, titull akademik falso, gara shkencore pas studiuar. Domethënë niveli i drejtuesve tani që kanë dorë zhvillimin e arsimit, si është? Apo si niveli? Aty fillon problemi. Për shembull, nëse merremi me universitetet, për gjithë ata që na ndjekin, universiteti ndryshon nga le të themi gjimnazi se merret me shkencë. Profesorati shqiptar nuk merren me shkencë, kanë ngelur në nivelin e mësuesit. Pra që ka ndodhur në Shqipëri është që edukatori, pra atë që ishte në kopës, ne kemi bërë mësues, mësuesin e kemi bërë profesor dhe profesorin i kemi përgatitur valixhet dhe kemi çuar jashtë vendit. Kjo është realiteti në Shqipëri. Tu shikon profesor, antar të Akademisë së Shkencave që nuk kanë shkencë. Pra janë njerëz të cilët kanë blerë dhe kanë marrë tituj kryesisht për shkak të bindjeve politikeve apo përkatësive apo nga influencat politike dhe kanë zaptuar dhe kanë marrë peng universitetin dhe zhvillimin e shoqërisë shqiptare. Më fal se po të doktor, më fal, vetëm meqense jemi këtu. Kemi në Akademinë e Shkencave, domethënë ata që nuk kanë shkencë, po vetë drejtuesi i Akademisë së Shkencave, Skënder Gjinushi, ka shkencë? Po s'ka shkencë. Skënder Gjinushi ka qenë politikan. Domethënë, doktor, ti e zam doktor, ti nuk jeton në Shqipëri. Nuk je shqiptar fare, edhe ke për një vizitë në Shqipëri, po me njohuritë që ke për arsimin dhe për gjitha gjanat. Vetëm kur të studiosh biografinë e drejtuesit të Akademisë së Shkencave, besoj që e ke shumë thjesht marrësh vesh se këtu në këtë shtet nuk ka shkencë, nuk ka arsim, nuk ka. Nuk ka arsim. Po, këtu është thjesht patronazhiste në krye të arsimit. Njerëz të cilët vjedhin vazhdimisht pasurinë dhe potencialin tonë për të zhvilluar. Dhe ju e morët shumë mirë shembullin e kryetarit të Akademisë së Shkencave, një njerëz që ka 30 disa vite që u mor me politikë, do nuk është marrë asnjëherë me shkencë, edhe sot është krye shkencëtari shqiptar. Po pse në këtë gjendje do ndodhemi ne? Pra kur bota sot prodhon shkencë pa fund, ne kemi në krye të Akademisë së Shkencave një njerëz që nuk ka një publikim shkencor. Është e tmerrshme, është e frikshme. Sepse kjo i jep vlerë zhvillimit të fushave përkatëse. Ja, dhe shikon për shembull që
Të gjithë impaktin që ka kjo e shikon pikërisht në fushën përkatëse. Pra, kryetari i Akademisë Shkencave që duhet ishte AIKA, ka mbaruar matematikë, pra duhet ishte shkencëtar më i madh i matematikës në shoqërinë shqiptare, dhe sot shkon tek Fakulteti i Shkencave nuk ka student matematike, ka 3-4 student të regjistruar për matematikë, biologji, kimi, pra s'ke student fare në fushat që janë thelbësore për arsimin edhe për shkencën. Dhe kjo është impakti që ka bërë, si thua, vjedhja e titujve, uzurpimi i universiteteve dhe kthimi i universiteteve jo në djep të dijes, të krijimit të mendimit lirë, por në funksion të partive politike, të patronazhizmit dhe si thua shkatrimit të mundësisë tonë si vend për të ecë përpara. Partia në pushtet, por edhe opozita vazhdimisht na paraqiten sikur këto po bëjnë programe për zhvillimin e arsimit. Mirë që këta nuk dinë vetë, se kuptohet që nuk dinë, por ata as nuk konsultohen me njerëz që marrin vesh nga këto punë. A ka njerëz të Shqipëria dhe nëse po, pse mbahen larg? Patjetër që ka Shqipëria njerëz të aftë. Problemi është që nuk i do politika njerëz të aftë, sepse njerëz të aftë flasin të vërtetat, dhe këtu nuk duan të vërtetat, këtu duan se si të kapin pushtetin, dhe ky është problemi i madh që klasa politike ka. Klasa politike ka bashkuar votat për të sjellë një kolegj evropian në Tiranë. E kanë votuar në parlament të gjithë së bashku. Dhe ky kolegj i ka marrë tokën në Universitetin e Tiranës, i ka marrë edhe 17 milionë euro që do ndërtonte kampusin e Universitetit të Tiranës. I njëjti parlament, pra të njëjtat qeveri opozit, kanë bashkuar votat për të sjellë edhe një universitet spanjoll mu në zemër brenda Universitetit Gjirokastës, ka të shkatrojnë potencialin e vet. Kanë bashkuar votat dhe për të çuar Edi Ramën tek Trumpi për bordin e paqes. Ndërkohë që nuk bashkojnë votat për të ndërtuar arsim cilësor. Dhe kjo është e tmerrshme. Domthonë bashkojnë votat për gjithçka që shkatron vendin, por nuk bashkojnë votat për atë që është si thosh themeli i një shteti, që është arsimi. Do të bëj një pyetje, doktor. A mendon që këto vota që bashkohen ose nuk bashkohen ka ndonjëherë ndërgjegje të këtyre deputetëve, ata asnjëherë nuk votojnë as pro as kundra në ndërgjegjen e tyre. Në qoftë se diskutove për Komisionin e Arsimit në Parlament, s'kam pjesë, as nuk di gjë, por nga imagjinata ime, nëse aty janë 20 vetë në atë komision, 2 vetë kanë bërë pazarin, pjesa tjetër kanë marrë urdhën me votuar dhe kanë votuar. Ato besoj që i kanë nxjerrë të gjitha të palarat me plagjatura, me diploma falso. Ata ku dinë, doktor? Ku dinë? Që unë të them pikërisht për Komisioni i Edukimit për shembull, përfaqësohet nga 3 ministra arsimi të Partisë Socialiste, Lindita Nikolla, që hiqej si ekselente me mesatare 6, a 5, me Ogjera Manasërliun që është plagjatur, dhe me ministrën Kushi që gjithashtu kishte plagjatur. Pra Komisioni i Edukimit me 3 ministra arsimi që kanë qenë plagjatur. Nga ana e PD-s ke përfaqësues të cilët kanë mbaruar te Kristali, pra universiteti që u mbyll për shkak të shitjes diplomave. Pra kjo tregon zbrastësinë intelektuale dhe profesionale të shtetit shqiptar. Domthonë Shqipëria ka sot, ndryshe nga vitet 1990, qindra mijëra shqiptar të arsimuar jashtë vendit, me kapacitete të jashtëzakonshme, që shkëlqejnë në përvendet që janë pavarësisht vështirësive dhe sakrificave të shumta se duhet ta fillojnë çdo gjë nga e para. Dhe ne duhet jemi me këtë lloj përfaqësimi sot. Në vitet 2026, kur bota dhe teknologjia ka ecur në mënyrë të jashtëzakonshme dhe sot është shumë e lehtë zbulosh falsifikimin, edhe kjo është gjendja që si thua duhet luftuar, duhet ngrejmë zërin, sepse të qenit shqiptar na prek kudo ku jemi. Në rast se ne do kishim një shtet fort brenda, pra në Shqipëri, ne nuk kishim pse të vuanim jashtë, se do ishim me kokën lart nga do ku shkojmë. Problemi është se si thua lëngon vendi mëm, pa edhe ne gjejmë vështirësi ande nga shkojmë. Edhe këtë ne duhet ta ndryshojmë. Unë e kuptoj. Doktor, ne thamë për
falso plagiatura, doktoratura e grada shkencore pa studiuar asnjëherë. Ta njerëz faktikisht janë pa besueshëm nga ana profesionale. Por këtu edhe nga morali këta besoj që dojnë shumë, domethënë, a duhet të tërhiqen në momentin që ju ka dalë fytyra vërtet, të njerëz pa ditur po. Padia nuk është turp, po padia, domethënë se aq është kapaciteti, po padia ose të mbulojsh padien gjëja me dije për mua është turp, edhe e pamoralshme. A duhet tërhiqen do, a duhet thonë, ore, dëgjoj. U zbuluam tani, besoj që nuk është koha jon, apo nuk ekziston ky morali i dorëheqjes në Shqipëri. Në vend botës, në vendet tjera të botës, si mund kishte ndodhur, meqense keni studiuar dhe punuar në shumë vende të botës, a mund pranohej një person i tillë në drejtim ose të bëjë agjendën e arsimit për shembull një person që s'ka marrë shkollë ose ka vjedh më keq, jo se s'ka marrë, po ka vjedh një ndiftes, ka vjedh një studim, ka falsifikuar. Kjo është një gjest, domethënë, krejt amoral. Patjetër, duhet kishte në drejtë, problemi është që politika shqiptare nuk e njeh moralin. Unë po t'jap një rast shumë të kohëve të fundit. Në Spanjë u zbulua një skandal. Shumë deputet spanjoll kishin vendosur në CV-n e tyre, po e kujtoj, po të them, në CV-n e tyre jo se i kishin bërë le themi, kishin pretenduar sikur kishin diploma. Dhe thjesht për faktin që kishin pretenduar se kishin diploma dhe doli në dritë dhe ndërheqen. Nuk është se kishin mashtruar, pra kishin blerë një diplomë, thjesht e kishin shkruar në CV që kanë këtë diplomë. Dhe vetëm me kaq dhe ndërheqe. Kurse në Shqipëri i kemi zbuluar që i kanë doktoratura 100% kopjuara. Dhe bëhet fjalë për ministra arsimi, për 3 ministrat e fundit të arsimit, bëhet fjalë për zëvendës ministra, për rektor, dekan, deputet, pafund. Dhe asnjëri nuk ka dhënë ndërheqjen. Madje edhe në universitete, pra rektorët, dekanët që ne kemi zbuluar mbahen akoma në punë, pavarësisht se kanë kopjuar. Dhe ky amoralitet në kontekstin etik e mban vendin teng. Dhe është normale, sepse kjo është një politikë e korruptuar, pra unë e përsëris edhe një herë, një politikë që mban emrin shqiptar, por bën politikë anti-shqiptare. Ke raste për shembull në Gjermani kur janë zbuluar ministra në Gjermani që janë zbuluar për shembull me doktoratura plagiatur, ata kanë dhënë më një herë dorëheqjen, madje ju është hequr dhe titulli disa prej tyre nga Universiteti Përkatës, një gjë e tillë nuk ndodh në Shqipëri. Jo vetëm që nuk ndodh, por vazhdojnë të promovojnë sikur asgjë s'ka ndodhur. Vazhdojnë të quajnë veten doktorant, vazhdojnë japin edhe leksione, pra nuk ka rënë dhe cipa dhe turpi, dhe jo më pas, si thua, dëmi ligjor, ekonomik dhe shkatrimi që ata kanë sjellë. Është e tmerrshme në fakt, është e frikshme, sepse kjo ka bërë që atë njeriu që punon në shtëpi me mundë me sakrifica, ta izolojnë dhe ta largojnë, sepse ka punësuar rreth vetes njerëz si vetja e vet, pra njerëz që kopjojnë, njerëz që mashtrojnë. Dhe duhet kuptuar që kush kopjon në universitet, pra kush merr një doktoratur plagiatur, ka vjedhur praktikisht, është një hajdut intelektual. Dhe ky hajdut intelektual i vjet të rinjve si model për të mësuar, si model për të motivuar, dhe prandaj ne kemi një shoqëri sot të deformuar nga ana e zhvillimit universitar dhe profesional. Shqipëria ka mundësi të jashtëzakonshme. Shqipëria sot është brenda fondeve të Bashkimit Evropian, pra ne Shqipëria mund të aplikojë për grante kërkimore njësoj si Italia, njësoj si Gjermania, Franca etj. Dhe për shkak sepse ka punësuar pra profesora, lektor pa shkencë, dhe i paguan jo lirë, i paguan shtrenjtë, gati 2.000-3.000 euro në muaj, që nuk janë pak për Shqipërinë. Ne si shtet marrim bashkë me Kosovën 20 milion euro grante kërkimore, ndërkohë që Serbia, që ne mund mos e duam, mund kemi konflikte, merr 350 deri në 400 milion euro nga grantet kërkimore europiane. Pra, a e kupton diferencën se çfarë midis një shteti që pavarësisht problemeve të veta demokratike etj, universiteti ka shumë të mira rankuara, dhe një shoqëri si Shqipëria që mban në peng njerëz që vetëm konsumojnë paranë publike dhe nuk prodhojnë paranë publike. Pra nëse ne do të thrisnim të trurin, dhe do kishte politika këtësimi trurit, ne
do ishim gjendje të merrnim të paktën krahasuar me Serbinë, atë 320 milionë euro që Serbia e merr më shumë sot, që do thotë më shumë inovacion, më shumë art, më shumë kulturë, më shumë vende të reja pune, po edhe të qenit barabartë me kolegët evropianë. Unë në bisedim me miq shpesh herë, kur diskutojmë për zhvillimin e vendit të Shqipërisë, një rol të rëndësishëm luajnë edhe bashkitë. Edhe ju them, ora zotëri, nuk ka se si zhvillohet një vend kur kryetari bashkie është një person që ndoshta e ka diplomën e vjetër, nuk ka studiuar, nuk është ekonomist, nuk është inxhinier, nuk është arkitekt, është thjesht një person që ka hyrë aty për të vjedhur. Edhe një investim që bën një rrugë, ai nuk e bën sepse e din që duhet bën rruga, ai e bën sepse nga aty vjedhet. Pra nuk mund zhvillohet vendi nga njerëz që nuk e din se si zhvillohet. Edhe ne shqiptarët kemi një diçka të mirë se kemi parë shumë nëpër botë, edhe nëse nuk dim, të paktën sikur kanë kopju plagiaturat, të kopjojnë në ndonjë mënyrë ndërtimi dhe zhvillimi. Kjo është e tmerrshme, doktor, edhe ne prandaj po bëjmë hapa mrapa, edhe prandaj nuk po marrim edhe ata fondet, sepse ne nuk dim ti kërkojmë, sepse të kërkosh fonde nuk do të thotë që dua fonde, po do të thotë që unë kam këtë program, këtë plan, këtu më ndihmoni. Ata më ndihmojnë, po ti kur shkon me dorë në xhepa, vetëm me pi kafe, pastaj tjetër gjë. Keni qenë zëvendës ministër Rasimi apo gabuam? Po, kam qenë për 10 ditë. Po, për sa kohë? Për 10 ditë kam qëndruar. 10 ditë. 10 ditë pune, po. Aty besoj se e ke pasur si funksionojnë gjërat. Nuk mundja të rria më shumë. Po, e kuptoj, domethënë aty e parë se si funksionojnë. Aty nuk ishte shtet. Çdo gjë bëhej përmes WhatsApp-it, çdo gjë bëhej pa letra, pa dokumenta. Aty punësimet ishin politike dhe partijake. Pra ti kishe për shembull drejtoreshën e inspektimit, pra ajo që do inspektonte palishmërinë, vjedhjen e titujve etj. Që vetë kishte diplomën e vjedhur. Hajduti duhet shkonte dhe të kërkonte drejtësi për Hajdutin. Dhe kjo ishte simboli i gjithë ndërtimit të shtetit. Duhet kuptoj që si do emërimi im erdhi në një kohë që u bë nxjerrja plagiaturat, me sa duket qeveria kuptoi që ky problem ishte shumë madhor dhe u përpoq si thua të më blinte. Po, pikërisht sepse menduan që ky ndoshta një djalë i ri, sa të marrë karriken, do i pëlqej pozicioni, etj. Po nuk kishte nevojë sepse sikurse ju përmendën, unë kam investuar te vetja, nuk është se është karrike ajo që më jep vlerë, është ajo që unë dua të bëj për shoqërinë që më jep vlerë. Dhe kur e pash aty ishte një sistem i mbyllur, një sistem me patronazhista, me njerëz që s'kishin fare asnjë vlerë profesionale të lidhur me pozicionin, vendosa të largosha. Dhe le të themi një nga situata që mua më habiri në sensin e mënyrës se si ndërtohet qeveria ishte mbledhja e parë e qeverisë. Unë kur kam marrë pjesë në mbledhjen e parë të qeverisë, ishte një temë shumë e bukur që ishte si thua suksesi në qeverisje, pra suksesi i reformave. Dhe sigurisht që kur ke një temë të tillë, ti mendon se do ketë sa reforma janë bërë, cilat kanë qenë të ardhurat, impakti, etj. Ndërkohë që deri një tabelë që ishte tabela me like, share, klikime në rrjetet sociale. Pra kështu madje suksesi i çdo ministrie. Pra sa përqime kishte, sa ndarje të statuseve, dhe ishte si thua, unë në atë kohë kur kam qenë aty, kam qenë si thua, nuk po e kuptoja në çfarë epoke ndodhesha, me çfarë njerëzish kisha të bëj, dhe mbaj mend kryeministri që për një orë diskutonte me zëvendësministër sepse kishte marrë 2 përqime në Facebook. Pra kjo ishte ajo me të cilën merrej qeveria shqiptare. Dhe tregonte edhe gjithë filozofinë e ndërtimit të shtetit. Dhe aty kuptova që unë këtu nuk kam ardhur për të bërë punë, unë këtu kam ardhur për të mbyllur gojën. Dhe nuk kisha nevojë të isha pjesë atij sistemi. Dhe unë tash dorëheqjem, madje kam bërë publike edhe me firmë që jap dorëheqjen për shkak të mungesës kulturës punës në Ministrinë e Arsimit. Dhe besoj sot që e shoh në retrospektiv ka qenë një nga vendimet e mia më të mira, pasi ju e shikoni vetë që
gjysma e kryetarit të bashkisë sot i kenë në Burg, gjysma e ministrave i kenë në Burg. Pra ne kemi bëjmë me një grup strukturuar kriminal që ka marrë peng në drejtimin e vendit dhe sot ka një përplasje të madhe me drejtimin e re që është një shpresë për ne shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët në realitet, ajo që keni parë ju në mënyrë se si ma themu, dukej sikur jemi në epokën e gurit me shqiptarët veshur me kollare, se në atë kohë nuk ishte kollare. Po, pak a shumë ashtu është. Domethënë shqiptarët mendoj unë tani ndoshta gabuam se qynë vetëm politikanë nëse arrin të kenë një makinë të bukur, një kostum të bukur edhe një kollare. Edhe pastaj dalin në rrugëve edhe bëjnë si politikanë, sepse nëse nuk e di është edhe jo në atjo. Po jo, kjo është si dhe që fenomene që shikon në shoqëritë që janë të jo të arsimuara. Pra shoqëria e dukjes, shoqëria e makjazhit, e make-upit, dhe kjo është ajo që ti prek në përditshmërinë në Shqipëri. Pra ju e thatë, ju keni politikanë që s'kan asnjë vlerë dhe i veshin vetes diploma apo doktoratura. Ju keni parë për shembull se ç'a ndodhi me një pallat që mori zjarr për 7 minuta dhe ishte bërë me atë material thjesht që ngjante bukur. Pra kemi një shoqëri që nuk është më e vetëdijshme se çfarë është e mirë për veten e vet, por thjesht është bërë një shoqëri si është vetëm për performancë edhe për dukje. Dhe kjo vjen pikërisht nga shkatrimi i arsimit. Ju shikoni që ka një degradim total të medias, një ekspozim të jashtëzakonshëm të luksit, të banalitetit, që më pas sjell një impakt të shumë negativ për të rinjt, për mënyrën se si ata duhet të ndërtojnë jetën, por edhe duke i dhënë një iluzion të gabuar për atë që është suksesi dhe e mira për të ecur në jetë. Po unë shikoj me vëmendje, nuk i shikoj jo me vëmendje, po i ndjek shpeshherë fillimet si figura të televizionet në përgjithësi, edhe shikoj doktor të njëjtat fytyra. Unë punoj, kjo është vullnetare se nuk punoj, nuk kam me pagesë, ne kemi një radio modeste, edhe në përgjithësi unë duhet i ndryshoj çdo kohë, çdo herë që marr intervistë, duhet marr dikë ndryshe sepse duhet një mendim ndryshe, duhet një promovim ndryshe, duhet njerëz që të kenë një diçka me shumë ngjyra, me shumë mendime, ndërsa atje të gjitha televizorat kanë të njëjtit njerëz të abonuar, edhe njerëzit që nuk thonë kurrë asnjë gjë, vetëm bëjnë shamat, vetëm bëjnë debat, edhe kanë një gjuhë, domethënë as pak as akademike, as gjuhë njerëzore, janë domethënë sa mundësi që nuk marrin këto. I them nganjëherë, nuk ka Shqipëria njerëz që duhet të mësojmë ne prej atyre, edhe ti marrim në televizor që të dëgjojmë zonën e atyre, ti marrim sistemin nga media përmend ti marrim përmend se na duan njerëzit me mend. Domethënë që aty fillon duke se jemi të degraduar si shoqëri. Patjetër, sepse këtu është e kapur media. Ka një censurë të jashtëzakonshme, por edhe shteti ose qeveria është e fokusuar se si të prodhojë antivlera. Nga ana tjetër ju e thatë shumë bukur, ju po e bëni një gjë me pasion, në mënyrë vullnetare, ndërkohë që shumica e mediave janë biznese. Janë biznese të cilat marrin para publike, pra marrin koncesione dhe mediat i përdorin kryesisht si presione për t'i marrë të koncesione. Dhe ka ikur ajo vlera e rolit gazetarit, e bërjes si do është gazetari në interes publik. Dhe kjo është si pasojë e shkatrimit që ka ndodhur ose kapjes që ka bërë politika. Dhe po të shikosh për shembull shqiptarët sot edhe në bazë statistikave ka një rënje dukshme të shikimit të televizioneve shqiptare dhe shumica e shqiptarëve marrin informacionin përmes rrjeteve sociale, sepse aty dalin shpesh të vërteta që nuk thuhen në media. Prandaj sot shikon podcaste, shikon media lokale etj që po marrin më shumë hub dhe që shpërndajnë informacionin më shumë se sa mediat kombëtare, të cilat me taksat tona promovojnë vetëm ndonjëherë lum dhe antivlerë, por edhe propagandë gjithkohës. Dhe kjo, si do është pak a shumë simboli i shkatrimit
të gjithë sistemit të vlerave, ku media është një ndërto. Ti shikon për shembull media kombëtare që promovojnë lum apo banalitete që nuk duan si emisione si përputhem apo dëgjon dhe janë emisione vetë ndjekura. Big Brother është emisioni më i ndjekur në Shqipëri. Po patjetër gjen sepse ky është niveli shoqëror që ka ngelur në Shqipëri. Pra, statistikat tregojnë që nga 4.4 milion shqiptarë që kanë lindur në Shqipëri dhe që jetojnë ende, 2.2 milion janë larguar nga Shqipëria. Pra gjysma e shqiptarëve që kanë lindur në Shqipëri dhe ende jetojnë, nuk jetojnë më në Shqipëri. Dhe nga kjo gjysmë që i ka ikur Shqipërisë është gjysma më e mirë. Janë njerëzit më të edukuar, njerëzit më të rritur profesionalisht dhe njerëzit më kritik. Pra njerëzit që kërkuan nuk u pajtuan me realitetin këtu, kërkonin një realitet më të mirë se vetja, se vendi. Dhe kjo ka bërë që në Shqipëri të ngelet pjesa më e përpambetur e shoqërisë, ose pjesa që le themi është bërë mish me shtetin. Nga ana tjetër mos harrojmë që politikat e shtetit janë tilla që është fryrë administrata. Pavarësisht se shqiptarët janë larguar, numri njerëzve që punojnë në administratë është rritur në mënyrë të lartë, pra shumë të lartë. Dhe kjo ka bërë që shteti të kthehet në punëdhënësin më të madh, por me kushtin që të votosh pushtetin. Dhe pastaj për të mos kaluar pastaj tek korrupsioni, tek droga, pra ne kemi një ekonomi informale, ke studimet Bankës Botërore që këtu bëhet një pastrim shumë i madh i paras që shikohet për shembull te ndërtimi, te hotelet luksoze, etj. Pra, kemi një shoqëri që është ndërtuar, që si thosh është pasuruar në shtet në mënyrë informale dhe kjo i ka dhënë, si thosh, i ka dhënë më shumë ose më saktë njerëzit që nuk kanë vlerë, por që kanë vjedhur etj. Të jenë në krye të vendit. Dhe ndryshe për shembull nga më para ku ata që viznin ose ata që merreshin me drogë ose pikërisht ata njerëz më para shiheshin, pra nuk e tregonin paranë që kishin, kurse sot është bërë normale të tregosh luksin e marrë nga paraja e pistit. Sot është bërë diçka që duhet promovuar, po pikërisht është krenari. Po kjo ndodh në shoqëritë e ngjashme që janë të ndërtuara mbi paranë e drogës, mbi paranë informale, mbi korrupsionin, edhe që kanë shkatruar arsimin, pra si Kolumbia edhe shoqëritë ngjashme. Unë po marrim një shembull këtë ndoshta banal. Unë rastësisht takova një shkencëtar amerikan, një politikan amerikan dhe më thotë, Gens do të bish në Washington, veti pesti për shembull, sepse do të bisedojmë për diçka. Unë çfarë do bëja? Do zgjidhja 5 koka shqiptare, do merra doktor Talon Mukën, do merra edhe 3-4 tjerë, sepse ata janë mbi nivelin tim, por ai niveli atyre do të rrisë edhe nivelin tim, apo jam gabim? Po patjetër. Ndërsa në Shqipëri i duan budallej mas vete, sepse duke pas budallej duken sikur këto do të jenë në nivel më lart. Pra nuk e kuptojnë se një njeri ndoshta nuk din shumë, po të paktën duhet ta ketë aftësinë që të përdori ose të japi hapësirë një dikujt tjetër që din më shumë, sepse ai person nderon veten, po të nderon edhe ty. Kjo është gabim i madh ndër shqiptarët, sepse nuk duan t'ia lëshojnë vendin njeriu ditur dhe kjo është ajo, domethënë një barrierë e madhe që ne na pengon të ecim përpara. Gent, është shumë vërtet. Unë për vete kam marrë 2 titull në Zvicër, pra njëkohësisht, titullin docent dhe profesor e secuar që vetë rektori e cilësoi si një rast të rrallë, dhe i kam sjell titujt për t'i njohur në Shqipëri. Dhe edhe pse unë i kam marrë këto 2 titujt në një nga 100 universitetet më të mira në botë, që është Universiteti i Bernës, unë sot jam në gjyq për të më njohur titujt shtetit shqiptar. Ndërkohë që shteti shqiptar mban gjithë hajdutët që kanë vjedhur, kanë kopjuar dhe nuk kanë asnjë produkt shkencor. Pra, ju e kuptoni si thuaç në çfarë situate janë të rinj apo të reja që duan të kthehen në vendin e tyre për ta sjellë atë formim, sikurse ju e thatë që i riu apo e reja këtu s'ka pse për shembull unë kam dëshirë të hap departamentin epidemiologjisë në Tiranë. Me arritjet e mia shkencore jam njësoj, e ndoshta më lart se sa për shembull drejtoresha e re epidemiologjisë në Bernë. Se duhet i riu apo e reja shqiptare të shkojnë në Bernë,
kur ata mund ta gjenden në Tiranë. Po jo, shteti shqiptar mua më bllokon, jam gjyq për të njohur tidhit e mi. Dhe kjo është një nga arsyet që të rinjt largohen. Sepse në auditore që një njeri të papërgatitur, një njeri që ju kërkon para për të marrë provimet, dhe për edhe shkojnë dhe i gjejnë atë të mirë jashtë vendit. Dhe këtu, kjo është realiteti shqiptar. Dhe ka shumë raste të tjera, sepse unë kam hap gjyqin jo vetëm për veten time, po për të hapur, për të hapur le të themi gjithë problematikën që fshihet në këtë drejtim. Për shembull, unë kam pasur fatin punoj me Vladimir Kolën, që kemi nxjerrë disa pleqetura të politikanëve në Shqipëri, si Mimi Kodeli, Monika Kuremadhi, Tavlan Balla, etj. Dhe Vladimir Kola ka mbaruar doktoratur në Universitetin e Romës, në La Sapienza, një nga universitetet më të mira në botë. Ai u kthye në Shqipëri, aplikonte për punë dhe nuk gjente punë. Madje shkojnë gjykat për të marrë drejtën e tij në fund fare pasi u lot pas shumë vitesh përpjekje, vali dhe u kthye sërish në Itali. Dhe diplomën e atij, kapacitetin e atij nuk kishte njeri në Shqipëri. Dhe Shqipëria ose klasa politike e dëboi, sepse praktikisht është dëbim. Dhe si ai ka raste të shumë, mbaj mend kur isha zëvendësministër, më vjen një zonjë ose më saktë më shkruan në Facebook në atë kohë, dhe më tha kam mbesën time shkruar nga Anglia, nga Universiteti i Manchesterit, me një doktoratur në mos gaboj diku në gjeografi, por që nuk ishte në Shqipëri në atë kohë. Dhe nuk e marri në punë. Dhe unë dhe tha të lutem si zëvendësministër, ju e kuptoni atë takon. Dhe unë e takoj atë vajzë që kishte mbaruar në një nga universitetet më të mira në një fushë shumë të mirë, dhe atë nuk e pranonte kurkush në universitet. Me një doktoratur nga Anglia, ndërkohë që nuk i kishte Shqipëria atë doktoratur. Dhe kjo është dhe themi një nga dramat më të mëdha që ne kemi si shoqëri. Ku ke marrë shkollën fillore? Unë kam mbaruar një pjesë në Skrapar, nga Skrapari dhe pastaj në Tiranë. Edhe të mesme në Tiranë? Po, edhe të mesme në Tiranë. Edhe universitetin në Tiranë? Po, dhe universitetin mjekësisë, po. Në kushte normale, doktor, se mund tash, unë nuk jam i lut menish, por në kushte normale, edhe shkolla fillore, edhe e mesmja, edhe universiteti, në hyrje në korridor, ata duhet të kenë diplomën tonë për krenarisë nga kjo shkollë, nga këto banka, nga ky institucion, ka dalë një shkencëtar që njeh bota, por e vërtetë është që nuk të njihet diploma ose je në përgjigje për të njësuar diplomën. Kjo është turpi i madh që ndodh vetëm në Shqipëri. Ajo duhet të jetë në muzeum. Diploma jote duhet të jetë në muzeum. Jo vetëm kaq, po unë jam në grada, ma nuk më lejojnë të futem në universitet, apo në gjimnazin që më saha ku kam mbaruar. Domethënë aty ftojnë njerëz që s'kan lidhje me arsimin dhe shkencën, ndërkohë që unë jam në grada në këto institucione. Jo, aty unë jam me ata, jo me ju. Pse? Jam me ata dhe me ju, sepse ata e mbajnë veten për të mëdhenj, po kur futesh ti aty brenda, ata pastaj duket se nuk janë edhe ata duket sikur janë shumë poshtë nivelit tuaj dhe është e vërtetë atyre që ata duan të mbrojnë nivelin e atyre që duan të paraqesin, sepse nivelin që kanë se mbrojnë dot, sepse nuk janë, po ata duan të paraqesin një nivel që nuk e kanë, edhe ti ja u njeh pa aftësinë, edhe prandaj edhe ata nuk duan sepse e shohin veten në një nivel të madh. Tham doktor Tavlanti se kanë ikur shqiptarë shumë, po ikin e shumë gjëra. Samiti diasporës që zhvillu pak kohë më parë, a mos ishte një tentativë për të kthyer shqiptarët në vendlindje apo ishte thjesht një fasadë? Atëherë një fasadë. Ne nuk pam asnjë projekt apo program qeverisë stimuluese për të kthyer diasporën. Ju e pat vetë që aty pati persona, për shembull ishte një zonjë nga Italia, e cila demaskoi komplet me gjithë propagandën që ndodhi në atë takim. Pra zonja e shpreu shumë qartë se ne këtu nuk kemi thjesht për t'i dëgjuar, se ju dëgjojmë 24 orë në televizor. Ne duam të dimë se çfarë bëni konkretisht. A bëni ju politika si thjetrurit? A keni ju një institucion të integrimit njerëzve të përgatitur apo të profesionistëve që duam të kthehen në Shqipëri? Këtu nuk ka asgjë nga këto. Dhe kjo është vazhdohet me këto kompozitete,
me populizëm, me propagandë, po ndërkohë njerëzit po largohen. Gjes nuk e di sa kohë ke parë në Shqipëri, po shko jashtë Tiranës, po boshatisën qytetet, fshatrat janë boshatisur komplet, po boshatisën qytetet. Kalon orën 4 në qytet ka kam njeriu. Shikon shkollat më para gumzhinin nga nxënësit, sot nuk kanë nxënës. Shqipëria e sot që flasin ka 50% më pak nxënës se 10 vite më parë. Është merr. Shikosh, si thuaç, demografinë e Shqipërisë ka një ndarkim masiv të rinjve, të moshës së re. Ne nëse vazhdojmë me këto ritme, këtu do ngjerret vetëm mosha 50 vjeç e sipër. Dhe është një shtet që nuk ka një strukturë efektive demografike. Dhe unë shoh ndonjëherë gazetarin që është një personalitet, Marin Mema, që shkon në përfshatra, shkon në për shkolla dhe i tregon ato bosh. Unë vetë jam nga Srepari, kur në kohë kur unë kam qenë fëmijë në Çorovod, shkolla jo vetëm që ishte plot, po ne duhet të rrim 3 veta në një band, sepse ai shumë ishin. Kurse sot nga 3 shkolla në mos gaboj funksionon vetëm njëra dhe janë kryesisht bosh. Dhe kjo tregon një zbrazje që sigurisht që në fshatra ka ndodhur, po zbrazen qytetet dhe nuk ka më njerëz. Dhe kjo propaganda që vazhdon në 24 orë nuk bën që tjetër vetë se të nxjisi më tej të zbrasti dhe largim të rinjve dhe të rejave që shohin pa faj jetën e tyre më të mirë jashtë. Unë mendoj, doktor, se Shqipëria në kushte normale, domethënë kush është Shqipëria si një vend, pozita gjeografike edhe shumë gjëra në favor të Shqipërisë, nëse do të kishte një politik kombëtare, një politik të drejtë, unë besoj se shumë shqiptarë do ktheheshin në Shqipëri, sepse tani edhe emigracioni është bërë vështirë, kriza ka çdo kund edhe të jetosh në Shqipëri me klimën që ka Shqipëria, me kushtet që ka Shqipëria, nëse do të kishte edhe një vend pune, nëse do të kishte shtet, ligj dhe barazi, besoj se shumë shqiptarë do të ishin kthyer mrapsht, por ata as nuk e kanë ndërmend. Unë them për veti, nuk kthehem dot në Shqipëri sepse nuk e gjej dot as gjekundi, sepse shqiptarët në përgjithësi patjetër që shteti, borxhi që i ka shteti dhe qeveria dhe politika shqiptarëve nuk janë mungesat ekonomike. Është ndërgjegja e krijuar në Shqipëri se ligjin e Baniforti, duhet jesh hajdu që të ecësh përpara, sa më shumë dish, më fal për shprehjen, je gomar, domethënë që ndërtuar një ndërgjegje, një kulturë në Shqipëri, saqë domethënë negativiteti është kthyer në shembull, edhe njerëzit pozitiv pothuajse nuk merren fare në konsideratë dhe kjo, me thënë drejtën, me nevojë sepse mundësi ka si vend, si tokë flas, si pozitë gjeografike, ka edhe njerëz, por ata nuk duan sepse ata nuk i duan njerëzit e aftë, siç e tham, do të ishte problem për ata. Tani kishte thënë diku në një status i tuën, unë kam marrë vetëm një fjali, shpresa për ndryshim fillon nga opozita. Edhe po të them unë, opozita ka departament për arsimin, ka komisione parlamentare për arsimin, a shikoni ndonjë shpresë nga ky krah? Siç e keni thënë edhe vetë, shprehasa për ndryshim fillon nga aty. Nga ky krahu tjetër, a shikon diçka më ndryshe? Do doja shumë ta shikoja të shpresë, po sot që flasim faktikisht nuk e shoh. Nuk e shoh sepse opozita nuk po rigjenerohet. Opozita po kthehet mbrapsht në kohë, në shumë aspekte. Unë ndonjëherë them në mënyrë metaforike që qeveria ka rënë në Shqipëri, po ka zënë brenda dhe opozitën. Duhet kuptuar që një qeveri që është në pushtet dhe ka pushtet absolut, nuk ka nevojë pse të ndryshojë, fundja fundit ka pushtetin. Po një opozitë e cila nuk ka disa vite konsumuar si opozitë, ka shumë nevojë të ndryshojë që të vinë pushtet. E kjo lloj opozite nuk frymëzon. Më thoni mua një intelektual që njihni sot nga opozita. Thoni një emër, një intelektual që është sot e Partia Demokratike dhe ju e dini emrin. S'ka. Opozita shqiptare ka rënë në nivelin e banalitetit njësoj sa sa qeveria, madje mos është më keq me nivelin e përfaqësimit. Rasti qeveria përdor dhe figura shkencëtarësh edhe figura të arrira jashtë, opozita nuk ka asnjë prej tyre.
Dhe kjo është, si thua, është një goditje shumë e rëndë. Pastaj është goditja tjetër. Kryetari i opozitës së Shqipërisë është nën grada në Amerikë, është nën grada në Angli. Pra, ndërkohë që kryetari i qeverisë, pra zoti Edi Rama, është gjithashtu nën, si të themi, në lupin e huaj. Pra, po të shikosh të huaj, ambasada, Bashkimi Evropian, nuk është se duan Edi Ramën më. Janë futur të gjithë në burg. Pra është njëri korruptuar dhe inkriminuar. Problemi është që opozita nuk përfiton dot nga kjo gjë, sepse ka vetë kryetarin e vet në grada. Dhe po si thua, limiton mundësitë vetes për të bërë ndryshimin. Dhe prandaj dhe Shqipëria sot që flasim është e marrë pemë. Jo vetëm sepse nuk ka qeveri, po sepse qeveria ka zënë brenda, pra ka rënë bashkë me opozitën. Unë kam thënë, po? Ju e pat në Hungari se çfarë ndodhi, ku një person që u nda nga si thosh Orban, që ishte fitues, që ishte në qeveri, krijoi një frym të re dhe mori një fitore masive. Ju e keni parë në Kosovë, për shembull Albin Kurti çka ka ndodhur, në sensin se si nga hiçi për shkak të frymës që ka ndërtuar, ka marrë pushtet. Ndërkohë që opozita shqiptare për Partitë Demokratike ka ngelur vend numëror dhe çdo disfat, është vetëm një opozitë që pavarësisht se skandalet shtohen, pavarësisht se opozitarizmi në Shqipëri shtohet. Pra, po të shikosh shqiptarët nuk e duan këtë lloj qeverisje. Problemi është që është vetëm një opozitë që humbet pikë pavarësisht se rriten skandalet e qeverisjes. Edhe thash, një opozitë që të frymëzoj duhet të ketë një nivel të caktuar përfaqësimi. Kjo opozitë nuk ka përfaqësues të denj, përfaqësues të cilët kanë arritje, që janë, si thua, janë lider në fushat e tyre. Dhe unë ju bëra pyetje, më thoni një figurë intelektuale që është sot në Partinë Demokratike. Unë, një nderuar Taulan, unë kam pas angazhime edhe politike deri diku, jo nivel të lartë, po kam pas edhe në kohën para zgjedhjeve, në debate ose duke menduar se po jap një këshill të vyshme, nuk them se ato do të më pyesin mua sepse ata mendojnë se i dinë të gjitha dhe ne të tjerë nuk dimë gjë. Thash, i thoja, Edi Rama ka krimin me veti dhe mafien, Edi Rama ka paran, Edi Rama ka pushtetin. Nuk e lufton dot me ndërtat armë sepse ti krimin se ke, po dhe me pas nuk të vjen shumë sepse ata shkojnë me të fortin. Ndërsa e vetmja mënyrë që ti ta luftosh Edi Raman është duke pas njerëz të pastër, edhe njerëz atij niveli që that edhe ju. Domethënë, kjo është arma në duart e opozitës, ndershmëria, integriteti edhe intelektualiteti. Ata nuk arritën me i marrë, edhe mendojnë se ai shtet, ajo qeveri luftohet me të njëjtat armë, duke pas mas vete edhe këto njerëz të një gati të një niveli ose ndoshta pak më do, po të një mentaliteti ose të një ndërgjegje, dhe kjo është problemi në Shqipëri, se duket se tani qeveria dhe opozita e kanë marrë përsipër që të mbysin çdo zotëri sikur ati që ndodhi që doli në Hungari, edhe është pak e vështirë edhe me qasë, sepse ata kanë pushtetin, ata kanë paran, ata i kanë të gjitha. Por duhet luftë e fortë, shqiptarët duhet të çlirohen nga politika edhe të arrijnë të kryejnë diçka që ta bëjnë të mundur largimin e këtyre politikanëve që nuk kanë sjellë asgjë përveç se hapa mrapa edhe shkatrim. A mendon se diaspora mund krijojë një frymë ndryshe, doktor? Diaspora është pak e vështirë të thuash. Kjo për shkak sepse diaspora varet shumë nga mënyra se si e qaset ndaj klasës politike. Në fakt, me sa di unë dhe të dhënave studimeve ndryshme që kam parë, diaspora përgjithsisht nuk është arsyeja kryesore pse ndryshon pushteti. Pushteti duhet vit ndryshimi nga brenda Shqipërisë. Kjo për shkak sepse në sensin diaspora në vendet ku jeton, se mos u bëhet fjalë për diasporën shqiptare, është dhe izoluar në një pjesë të saj. Kjo për shkak sepse ka qenë diskriminuar, ka hasur vështirësi në integrimin në shoqëri, dhe rrërimisht ndonjëherë gënjehet lehtë nga populizmi politik i Shqipërisë. Por nga ana tjetër, nëse ka një organizim të mirëfillt të diasporës, pasi është e lirë
është janë njerëz të pa influencuar ekonomikisht nga Shqipëria, sigurisht që mund ndikojnë. Por duke qenë se diaspora fundi e fundit është ajo që ju thash, në Shqipëri nuk është nuk e duan njerëzit ndryshimin, njësoj si diaspora. Në Shqipëri problemi është që nuk ka këtë votojnë më mirë, sepse opozita është më keq. Dhe nuk ofron si thua një model tjetër ndryshimi. Dhe një nga arsyet që shqiptarët ngarkohen se i ka rënë shpresa se mund të vijë ndryshimi dhe nga opozita. Dhe kjo më pas duhet shikuar se si do eci. Por që ne kemi fatin e madh që kemi një diasporë të fuqishme, kemi një diasporë e cila mund bëhet një motor lëvizës, por unë besoj, me aq sa e njoh politikën, se unë vetë nuk jam i fushës politikës, dhe ndoshta po flas ose po komentoj në një fushë që unë nuk e njoh, ndryshimi duhet vi kryesisht nga ata që jetojnë, që e din problemin më mirë, dhe sigurisht që diaspora bëhet krah i tyre në momentin që kjo nxitje vjen nga brenda. Folëm politikisht, folëm edhe për arsimin shumë, që patjetër që duhet të flasim për arsimin shumë, sepse siç e thamë është themeli i zhvillimit të një shoqërie, por meqense se jeni i fushës mjekësisë, mjekësia si është në Shqipëri? Mjekësia është reflektimi i arsimit. Këtu nuk ka siguri, nuk ka protokolle mjekësore, pra jemi ndër shtetet, ndoshta i vetmi në Europë që nuk ka protokolle mjekësore. Pra praktikisht shteti nuk mban përgjegjësi për atë që bën. Një mjek mund të bëjë çfarë të dojë dhe nuk ka asnjë përgjegjësi ligjore për atë që ndodh me shëndetin tënd. Kjo nuk ka një kontroll të barnave, pra ke barna të cilat hyn kontraband ose barna të cilësie të dobët, ka siguracioni shëndetësor nuk funksionon ashtu siç duhet, ka një shpeshherë edhe niveli i mjekëve lë shumë për dëshiruar, pra nuk është në formimin e dur, dhe ka një mungesë të theksuar të kapaciteteve. Ju e dëgjuat vetë ministri e pranoi që për shembull në spitalet publike deri në datën 20 bën analiza dhe më pas nuk bën analiza. Pra shumë qytetarë duhet paguajnë nga xhepat e tyre për të marrë një shërbim që edhe kur e paguajnë nuk janë të sigurt që e marrin ashtu siç duhet. Pasin, siç e thash, mungojnë protokollet, mungojnë standardet, mungojnë zhvillimi profesional i dur që vjen nga mungesa e edukimit cilësor, e të gjitha këtoja. Unë gjova edhe një rast fundit, mos gaboj, në Shkodër, një nënë që lindi 2 binjake, që ishte një ngjarje shumë ishte fatkeqësi, humbi jetën për shkak sepse kishte padur hemorragji dhe spitali nuk ishte gjak. Është trist, e dhimbshme. Dhe këtë e shikon një realitet në shumë spitale në Shqipëri, mungesën e barnave, mungesën e kapaciteteve diagnostikuese, laboratorëve cilësor, etj. Edhe është në funksion dhe në vrazhën e gjithë populizmit dhe propagandës që ofrohet nga shteti. Do me thënë nuk do të kemi turizëm mjekësor siç pretendoi Rama. Kryeministri pretendon shumë gjëra, po fatkeqësisht nuk besoj se kjo është një turizëm që do lullëzoj, sepse vetë shqiptarë nuk po marrin shërbimin e duhur shëndetësor. Sigurisht në fushat caktuara ndoshta, unë kam parë për shembull që kirurgjia plastike ka marrë një hop këtu dhe ke për shembull italian që vinë, kjo për shkak sepse është lirë, po jo domosdoshmërisht marrin shërbimin e duhur. Por që kur flasim për shëndetësinë e vërtet, ose shëndetësinë që duhet t'japi që nuk është vetëm për estetik, sigurisht që ne kemi probleme shumë të mëdha në këtë drejtim. E kuptoj. Doktor, nuk e di a i cekëm të gjitha, jo, edhe një pyetje të vogël. Unë të doja doktor Taulant Muka të vazhdonte karrierën e tij si akademik, sepse
shpeshherë politika po vret profesionin, se shqiptarët duhet merren me politikë, edhe po harrojnë profesionin që ne faktikisht ata na duhen aty, nuk na duhen politik. A ke menduar ndonjëherë në një përfshirje apo je i prerë që thjesht domethënë punën tuaj akademike edhe në mënyrë vullnetare as sa mundesh të japish në fushën politike? Unë në mënyrën time po ofroj dhe si do po bëj dhe politik. Duhet kuptuar që çdo gjë në jetë është politike. Partijake pastaj është tjetër gjë. Pra çdo kur flasim për arsim bëhet nga politika, kur flasim për shëndetësi bëhet nga politika, për ekonomi e gjitha të tjera. Pra, gjithë ida jonë është e varur dhe rrotulluar rreth politikës. Dhe unë aty jam i përfshirë, dhe kjo që bëj është politikë. Pastaj, në qoftë se unë fundem në parti, ajo është një që tjetër që unë nuk e kam bërë dhe nuk të paktën në kohën e afërm nuk besoj se do e bëj. Ajo që unë jam interesuar është në angazhimin tim si akademik, si njëri i shkencës, që këtë njohuri, këtë kapacitet që kam, me aq sa di, se ka të tjerë që dinë shumë se unë, ta ndaj me publikun shqiptar për të thënë disa vërteta që ka nevojë të thuhen, të dëgjohen, të diskutohen dhe të debatohen. Ne jemi një shoqëri që kemi harruar të debatojmë të vërtetat, një shoqëri që jeton me hipokrizi, që ka frikë të përballet me problematikat, dhe kjo është shumë e rëndë në raste si thua ndodh në pjesën e arsimit. Dhe kjo është roli që unë kam në shoqëri, unë sigurisht jam i ri në moshë, kam ende kohë për të përfshirë le të themi në politikën reale pra të partive. Gjithmonë e kam menduar veten nëse në një të ardhme do përfshirësha në politikën aktive, kur do kisha arritur si thua përmbushjen time do isha ngopur nga akademia dhe kur ngopesh në një profesion, pasi ke arritur dhe nuk e vendosa çfarë të japësh më, atëherë kalon në një sfidë tjetër. Unë akoma besoj që kam për të dhënë shkencës, por që në Shqipëri kjo është roli, që besoj e ka çdo akademik, çdo njeri i shkencës që në çdo vend botës do në merren edhe me politikën në kontekstin është detyra e tyre për të diskutuar çështjet e arsimit. Nëse nuk i diskutojmë çështjet e arsimit ne njerëzit e arsimit, atëherë kush ka për të diskutuar më mirë. Dhe uroj me aq sa mundem të kemi impaktin pozitiv dhe sigurisht që gjërat nuk bëhen vetëm, edhe kjo hapësira që më jepni është një suport, një ndihmë dhe jep më shumë zë kauzave të arsimit. Më bëni përshtypje dhe më pëlqej ajo që thatë. Një herë jam në fushën akademike, kur të marrë me akademin mund të merrem me politikë, sepse në fakt njeriu duhet të krijojë një pjekuri në jetë, njohë një zanat, njohë një menaxhim, sepse po shikoj njërin nga 25 vjeç, 30 vjeç, edhe thotë unë duhet të hedh kandidaturën për kryetar bashkie. Ora zotni, ti nuk ke menaxhu kur një biznes me 5 vet, si mund të menaxhosh për shembull një bashki. Prandaj them se njerëzit duhet pishin rrallë para si njerëz, pastaj kur të formohen edhe kur din diçka, mund të merren me politikë. Se Taulan Muka mund të merret me politikë duke ju referuar pak a shumë njohurive që ka marrë në fushën e arsimit apo në fushën e mjekësisë, dhe kjo është e nevojshme dhe detyrueshme. Po i thjesht politikë për profesion, sepse këto po vdesin profesionet në këtë formë. Në një moment që ti e ke realizuar një diçka në karrierën tënde akademike, mund t'i kthesh politikës për të ndërtuar një sistem. Kjo është parimi dhe vizioni im për politikën. Dhe shumë vërtet. Unë shoh dhe politikanë të rinj që thonë na hapni rrugën, na hapni hapësirën. Po ndërkohë nuk kanë arritur asgjë në jetën e tyre. Asnjë gjë. Nuk kanë krijuar një buxhet, nuk kanë punësuar njerëz, nuk kanë arritur një sukses në fushat profesionale të tyre, ndërkohë duan të drejtojnë vendin. Dhe nuk e kuptojnë që janë karaktere dobta për ndërtuar për të le themi drejtuar politikën. Dhe kjo ka qenë faktikisht modeli 35 vite politik. Kujtoj për shembull, Edi Rama u bë ministër nga askushi. Pra vetë ish kryeministri Nano tha që ishte ikona e vjedhura në Francë. Pra nuk është se u mor ose pati zhvillim, u mor me zhvillim profesional apo ndërtoi
aktivitet profesional në Francë. Askush nuk e di se çfarë ka bërë Edi Rama në Francë. Madje Edi Rama është i vetmi kryeministër që pikturat i ka bërë kur ka qenë kryeministër dhe jo para se të bëjë kryeministër. Ne nuk i dim ndonjë ekspozita apo ndonjë pikturë përpara se ai të bëjë kryetari i opozitës apo kryetari i bashkisë. Po tani ashtu janë pikturat. Po njëti model ka qenë në të gjitha fushat. Po të shikosh për shembull me pleqëtura të kemi nxjerr. Pra politikanët tanë janë bërë akademik kur janë futur në politikë dhe jo e kundërta, pasi kishin mbaruar shkallat akademike, ishin futur në politikë. Sikur se ndodhi në vitet 90, parlamenti vitet 90 ose 2 edhe më tutje ka qenë parlament me njerëz të arsimit, me njerëz të zhvilluar profesionisht, njerëz që kishin një karrierë të qëndrueshme në fusha e tyre. Dhe ky është modeli që do ndryshojmë. Pra kur një politikan i vjen një qytetari, në ratë parë një qytetar të pyesë më pak zotëri, çfarë keni bërë ju në jetë? Çfarë arritjesh keni ju në jetë? Çfarë keni bërë ju konkretisht dhe pastaj hajde diskutojmë se çfarë mund bëni ju për mua. Ndërkohë që tek ne ndodhe kundërta, janë njerëz të cilët si Zegjineja që e kanë kthyer parlamentin në portokalli dhe përjedhoi njerëzit merren me portokallin, nuk merren me hallet e parlamentit. Ashtë e përmende këti nga fundi, ashtë e rëndë, doktor, të më thënë që të kemi njerëz që kanë studiu edhe brenda dhe jashtë, edhe kanë përvojë pune, kanë përvojë menaxhimi, kanë përvojë akademike, i kanë të gjitha përvojat edhe nuk ju avar kush, ndërsa nga ana tjetër kemi njerëz që nuk e kanë idenë fare se çfarë flasin, nuk kanë kurrë një ide të vetën, nuk kanë kurrë një mendim të vetën, përveç se servila, hajduta dhe të poshtur, edhe po bajnë karrierë. Edhe ky është rezultati që shohim sot. Akademikët kanë probleme me njëtu diplomat, në vend që ta kapish për krahu akademikun nga zvitet i thosh hajde se ta njësojun diplomën edhe ti kryesh kushte që të vinë të shtreje zanatin në Shqipëri, këto duhen me ju mbaj larg. Kjo është turp. Shpresoj se një ditë do të ndryshojë. Unë shoh vështirësi sepse siç tham, si një napal, si tjetra, por edhe brezat që po rriten me të njëjtin mentalitet dhe tjetër me të njëjtin kulturë, bëjmë politikë për të bërë pazare. Edhe kjo nuk na shon në drejt zhvillimit. Doktor, besoj që kjo ishte biseda jonë, nëse mendon se ke lënë një gjë pa thënë që se pyeta unë, ti mund të na thush. Besoj që më të rëndësishme i mbuluam dhe të falenderoj edhe një herë shumë për hapësirën dhe për bisedën të këndshme. Dhe ju uroj shumë sukses në këtë emision që kemi nisur. Doktor, ne me kapacitetin tonë, siç e thash edhe në fillim, ne këtë kemi, domethënë të promovojmë njerëzit që dinë, sepse nëpërmjet njerëzve që dinë profitojmë të gjithë, pavarësisht në Shqipëri duket ndryshe. Ne profitojmë nga dijet tuja që ke marrë në Zvicër apo kudo që ke marrë, ne si shqiptar profitojmë. Ne edhe autoriteti na ngrehet kur kemi një akademik të atij niveli, pastaj dijet tuja nëse ne do të mundemi ti transportojmë nga jashtë, ti transportojmë në Shqipëri, patjetër që kanë impakt pozitiv në zhvillimin e mjekësisë, në zhvillimin e arsimit, në zhvillimin e vendit, edhe në zhvillimin përgjithësi që na krijon mundësia të jetojmë edhe në atë vend që ne kemi kthyer shpinën pa dashje, por të detyruar. Doktor, edhe unë të falenderoj, ishte kënaqësi për mua për radio për dëgjuesit që ishit pjesë dhe falenderoj se keni qenë ndër ata që pranuat direkt me pozitivitet më përgjigjet edhe pranuat bisedën me ne, kështu që unë besoj që meriton falendërim dhe vlerësim. Shumë falenderoj shumë. Natën e mirë. Mirë dëgjofsh. Të nderuar dëgjues të Window Radio, siç na dëgjuat, nëse na dëgjuat, unë Gens Paçuk nga studio në Londër, isha me një akademik të nivelit botëror. Jo një njeri kot, por një akademik i një niveli të lartë, që mu si shqiptar, për vete, mu më bën krenar, sepse ne shqiptarët jemi mësuar të marrim shembuj negativ për të shitur si krenari, ndërsa une shes krenari me shembuj pozitiv të shqiptarisë, me njerëzit me mend, me njerëzit me kulturë, me njerëzit që kanë studiuar shumë, me njerëzit patriot, sepse të studiosh jashtë, edhe të fillosh të pretendosh të shkosh të jetosh në Shqipëri, ose jo të jetosh, po të ndihmosh në gjitha mënyrat atë vend me dijet që ke marrë diku tjetër, unë besoj këta quaj patriotizëm. Edhe Shqipëria ka nevojë për këta njerëz patriot, sepse pa ata ne marrim fund.
Kështu ne si radio, po gjithkush nga ju, duhet të mbështesim njerëz të tillë, sepse janë asete që i kemi fat që kemi, edhe ata të vetëm nuk bëjnë asgjë. Ato mund bëjnë shumë, por ata duhen mbështetjen tonë, se të vetëm ndoshta e kanë shumë të vështirë. Prandaj ne si radio, si staf, vazhdimisht do t'i mbështesim, jemi të hapur për të gjithë ata njerëz që kanë diçka për të thënë, ne do mundohemi t'i gjurmojmë vetë e t'i gjejmë, por edhe nëse nuk i gjejmë, ata janë të lutur nëse na gjen të trokasin te mikrofoni jon, edhe ai do të jetë i hapur. Ne do bëjmë punën tonë ashtu si gjim ta bëjmë në të mirë të shqiptarisë. Ju falenderoj që na ndoqët, edhe ne bashk ridëgjohemi të martën që vjen. Unë Gens Paçuku nga studi në Londër, ju uroj natën e mirë edhe mirë u dëgjofshim. Atëherë një falënderim publik edhe për Bledin, inxhinierin ton të IT-s, që më dha mundësi sonte që të bëj 2 intervista, pasi unë zakonisht bëj një intervistë, edhe u imponua edhe Bledi me kërkesën time që të lindë një punë pa bë për të filluar i qik më herët. Bledi Jorhanit, falenderoj, je burr zotni, do ta shpërblej. Drejtori tha, do të më hangër një peshk në Pogradec. Thash, kush nuk e ha një peshk për Bledin? Unë dash, ndoshta nuk ha një qilës, por një peshk e ha. Hajde, natën e mirë, mirë të gjofshim. Mikrofoni hapur nga Gens Paçuku në Window Radio.am.